Reforma e re kurikulare do të sjellë në sistemin parauniversitar 180 tekste të reja mësimore, të cilat do të përdoren nga nxënësit e klasave të para, të 6-ta dhe të 10-ta. Zëvendësministrja e Arsimit, Oriana Osmani, bën të ditur se procesi do të shtrihet gradualisht edhe në nivelet e tjera të arsimit, me synimin që zbatimi i plotë i reformës të përfundojë në vitin 2029. Në shtator të këtij viti, ne nisim me tekste të përditësuara dhe të reja dhe janë rreth 180 tekste të reja për nxënësit e klasës së parë, të 6 dhe të 10. Në vitin tjetër do të jetë klasa e 2, e 7 dhe e 11, deri në fund të vitit 2029, ku përfundon edhe reforma kurikulare. Në funksion të zbatimit të ndryshimeve në kurrikul, gjatë këtij viti janë trajnuar rreth 15.000 mësues në të gjithë vendin. Sipas Osmanit, programi i trajnimeve do të vazhdojë edhe në vitet në vijim, në mënyrë që stafi pedagogjik të jetë i përgatitur për zbatimin e metodologjisë së re të mësimdhënies. Kemi vazhduar me trajnimin e mësuesve. Në fakt, në këtë vit, ne kemi arritur në shifrën rreth 15.000 mësues të trajnuar dhe sigurisht kjo shifër do të vazhdojë të shtohet deri në fund të vitit 2026. Kemi miratuar programin e zhvillimit profesional të mësuesve për vitin 2026-2028 dhe sigurisht që ky trajnim dhe ky zhvillim profesional i mësuesve është i fokusuar në kurrikulën e re. Zhvillimi profesional i mësuesve ka filluar në fakt përpara 2 vitesh. Këtë vit ne jemi fokusuar dhe kemi marrë edhe mendimet e mësuesve se çfarë do të ishte më mirë për të marrë ata trajnim, ku duhet të fokusohemi ne si ministri dhe cilat duhet të jenë politikat që duhet të zbatohen për sa i përket zhvillimit profesional të mësuesve. Zëvendësministrja thekson se një nga shtyllat kryesore të reformës është forcimi i kompetencave digjitale të mësuesve. Sipas saj, zhvillimi i këtyre aftësive është thelbësor për përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor dhe për shtatjen e tij me kërkesat e arsimit bashkëkohor.